Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar thot në ajetin 9 të surës Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon ata që është më e mira. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kur'ani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kur'ani për qetësinë shpirtërore. Qetësia shpirtërore është një nga gjendjet më të kërkuara nga njeriu në jetën e tij të përditshme, sidomos përballë sfidave, vështirësive, problemeve dhe pasigurive të ndryshme. Kurani, libri i shenjtë i Islamit, që ju shpall profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, i kushton rëndësi të veçantë kësaj gjendje, pra qetësisë shpirtërore, duke e lidhur ngushtë atë me besimin në Zotin, me përkujtimin e tij dhe durimin në vështirësi. Kurani thekson se zemrat gjejnë prehje përmes lidhjes me krijuesin e zemrës, me Allahun e plotfuqishëm, dhe përmes besimit të pastër dhe të sinqertë. Në këtë mënyrë, Kurani ofron udhëzime të qarta për arritjen e qetësisë shpirtërore dhe të stabilitetit të brendshëm tek njeriu. Duhet pra që të kthehemi te Kurani, ta lexojmë Kuranin. Ai është libri i jetës, është katalogu më i përkryer i jetës, është busulla e jetës. Qetësia shpirtërore në Kuran nuk përmendet vetëm në një ajet, por në 10 ajete me shprehje të ndryshme, si për shembull Tum'aninatun, qetësi që do të thotë qetësi dhe prehje e zemrës. Sekinatun, që do të thotë paqe brendshme, që zbret nga Allahu fuqiplot. Si dhe amnun, që do të thotë siguri dhe qetësi nga frika. Ajetet më të njohura që përmendin qetësinë shpirtërore janë ajeti 28 në surën Ra'd, në të cilin Allahu i madhruar thot: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Së dyti është ajeti 4 në surën Fatih, në të cilin thuhet ai, pra Allahu është që zbriti qetësinë, sekinatun, në zemrat e besimtarëve. Gjithashtu në ajetin 26 të surës Taube përmendet pra qetësia shpirtërore, dhe në këtë ajet thuhet pastaj Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin e vet dhe mbi besimtarët. Së katërti, qetësia shpirtërore në Kur'an përmendet për ajetin 40 të surës Taube, ku Allahu i madhruar thot: atëherë Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të, pra mbi të dërguarin, e ndihmoi me një ushtri të padukshme engjësh dhe bëri që fjala e mosbesimtarëve të jetë më e poshtruara, kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet,
Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Nëse i mbledhim të gjitha format e përmendura në Kur'an të qetësisë shpirtërore, sekinatun, tumaninatun, amnun, do të shohim se janë mbi 15 deri në 20 ajete që gjenden këto fjalë. Nga këto ajete që përmendëm dhe të tjera pra të ngjashme, në të cilat përmendet pra, ose flitet për qetësinë shpirtërore, vërejmë se Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore atyre që janë besimtar të sinqert, sidomos në momente të vështira, frike apo sprove. Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore atij që ka besim të fortë dhe mbështetet tek Allahu fuqiplot. Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore atij që e përmend Allahun dhe e ka zemrën të lidhur me të. Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore atij që është i durueshëm në sprova. Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore atij që ndjek të vërtetën dhe qëndron i palëkundur në të vërtetën. Kurani thot, ajetin 4 të surës Fatih, ai pra Allahu është i zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve që të ushtohet besimi mbi besimin e tyre. Por pse ja zbret Allahu qetësinë për besimtarëve? Dikush mund të pyesë. Allahu u zbret qetësinë shpirtërore besimtarëve për t'i forcuar ata në besim, siç tha dhe ajeti, dhe të vazhdoj besimin mbi besimin e tyre. Dhe kështu besimtarët bëhen më të fortë. Allahu ja zbret qetësinë shpirtërore besimtarëve për t'u dhënë atyre siguri dhe qetësi në zemër, për t'i ndihmuar të përballojnë sprovat dhe për t'i mbrojtur nga frika, ankthi dhe lëkundja. Pra, qetësia shpirtërore nuk është rastësi. Ajo është dhurat nga Allahu fuqiplot për ata që i afrohen Allahut, për ata që besojnë me sinqeritet tek Allahu fuqiplot. Një pyetje tjetër lind, dhe ajo është si arrihet qetësia shpirtërore sipas Kuranit. Allahu thot në Kur'an, o gja'alnahu tibyanan li kulli shay. Pra thot për Kur'anin, ne kemi bërë ato sqarues për gjithçka. Edhe për çështjen e qetësisë shpirtërore, Kur'ani i shenjtë ka disa rrugë, ose përmend disa rrugë për të arritur pra qetësinë shpirtërore. Dhe ato rrugë janë si vijnë. Rruga e parë për të arritur pra qetësinë shpirtërore sipas Kuranit është përmendja e Allahut, dhikrullah. Siç thot Kurani, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Përmendja e Allahut, të dashur vëllezër dhe motra, largon ankthin, sepse kur përmendet Allahu, zemra është e lidhur me burimin e sigurisë pranë Allahut. Përmendja e Allahut është porta më e rëndësishme me anë të së cilës njeriu arrin ta njohë krijuesin e tij, Allahun fuqiplot. Përmendja e Allahut është burim i pandërprerë i mirësive. Prej fryteve të mëdha të përmendjes së Allahut është se ajo e nxjerr njeriu prej errësirave shpirtërore në dritën e besimit, në dritën e së vërtetës, të drejtës dhe të urtësisë. Rruga e dytë për të arritur qetësinë shpirtërore sipas Kuranit është besimi i fortë. Sa më i fortë të jetë pra besimi,
aq më pak frikë dhe pasiguri ndjen besimtari. Besimtari e sheh çdo gjë si një pjesë të planit të krijuesit fuqiplot dhe të urtë. Allahu thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe që ndrojnë të palëkundshëm mbi ta zbresin nga engri dhe u thonë: mos u friksoni, mos u piklloni. Pra, besimi i fortë sjell qetësi në zemër. Besimi i fortë pra bën të mundur që engjëjt të jenë të pranishëm me besimtarin dhe e ruajnë ata në çdo moment. Rruga e tretë sipas Kuranit për të arritur siguri atë qetësinë shpirtërore është mbështetja tek Allahu. Kur njeriu i dorëzon çështjet e tij tek Allahu, lirohet pesha e ankthit, e stresit, e mërzitjes, e pikëllimit. Në Kuran thuhet: mbështetu te i gjalli që nuk vdes kurrë. Mos u mbështet te krijesa, sepse krijesa është sot, nesër nuk është. Por mbështetu tek i gjalli që nuk vdes kurrë, tek Allahu fuqiplot. Në një ajet tjetër Kurani thot: kush mbështetet tek Allahu, ai për Allahu është si përmarrësi i tij, është mbrojtësi i tij. Mbështetja te Allahu i lehtëson gjërat dhe e përpasoj njeriu ndihet i qetë shpirtërisht. Rruga e katërt sipas Kuranit për të fituar qetësinë shpirtërore është namazi. Kurani e lidh qetësinë shpirtërore me adhurimin dhe për ulësinë. Namazi është prehje për shpirtin. Kurani thot: fale namazin për të më kujtuar mua. Kurani fton pra që të falim namazin me përqendrim, me vetdije, sepse namazi është lidhja më e fortë e njeriut me krijuesin. Jo më kot, na janë caktuar 5 kohët e namazit në ditë, me qëllim që të jemi gjithmonë në kontakt me krijuesin. Po ashtu edhe namazet vullnetare, natë, namazi i natës, nafilet e ndryshme. Me qëllim që të jemi gjithmonë në kontakt dhe në lidhje me krijuesin, sepse ajo zemër që është e lidhur me krijuesin e saj është gjithmonë e qetë, e sigurt. Rruga e pestë për të arritur qetësinë shpirtërore sipas Kuranit është kujtimi i jetës tjetër. Kur njeriu e di që kjo botë është e përkohshme, streset, problemet, vështirësitë zvoglohen. Këto pra janë 5 rrugët më kryesore për të arritur qetësinë shpirtërore sipas Kuranit të shenjtë. Të dashur vëllezër dhe motra, sot arritja e qetësisë shpirtërore është sfida më e madhe, sepse gjendet një shpërqendrim i madh në mesin e njerëzve për shkak të rrjeteve sociale, lajmeve, informacioneve e të tjera e të tjera. Gjithashtu, krahasimi me të tjerët rrit pakënaqësinë, shton stresi. Asnjëherë nuk duhet të krahasojmë veten me të tjerët, të jemi të kënaqur me atë që na ka dhënë Allahu. Edhe konkurrenca për të grumbulluar pasuri
sjell shqetësime në zemrën e njeriu dhe si pasojë ai nuk jeton i qetë. Për këtë duhet kufizuar qëndrimi në rrjetet sociale. Jepi vetes kohë pa telefon, pa kompjuter, pa tableta. Lexo libër, çudit, vizito të tjerët, përmende Zotin vazhdimisht dhe në çdo moment, duke thënë pra, i lartësuar je o Zot, të falenderoj Allah. Lexoje Kuranin me kuptim dhe reflektim, fale namazin me përqendrim dhe vetdije, dhe mendo se para kujt po qëndron namazin. Mos jetë namazi yt thjesht rutinë, por të jetë lidhje e fortë me Allahun fuqiplot. Je i thjesht, jo me ndjemon. Bëje teknologjinë që ajo të shërbej ty dhe jo të kontrolloj ty. Qetësia shpirtërore sipas Kuranit të shenjtë nuk është vetëm mungesë stresi, por ajo është dhuratë nga Allahu për zemrat që janë të lidhura me ta. Prandaj, le t'i lidhim zemrat tona me Krijuesin, me Allahun, që të jetojmë të qetë shpirtërisht. Në këtë kohë moderne, çelësi nuk është të ikim nga teknologjia, por të ruajmë zemrën nga shpërqendrimi dhe ta mbajmë të lidhur me Allahun krijuesin e zemrës. Allahu na bëhet për atyre që janë besimtarë të sinqertë, të mbështetur tek Allahu, që janë përkujtuesve të Allahut, prej atyre që e falin namazin me përqendrim dhe për atyre që e kujtojnë jetën tjetër. Nëse do të jemi të tillë, padyshim që do të jemi të qetë shpirtërisht dhe të lumtur inshallah, si në këtë jetë dhe të shpëtuar në jetën tjetër. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.